Në gjendje të rënduar shëndetësore pas simptomave u hospitalizua në repartin D, 8 pacient me fruth u trajtua në klinikën infektive për gjatë javëve të fundit. Të pavaksinuar kundër këtij infeksioni, një nga ata që në rrezik për jetën, andaj qëndrojnë në mjekim intenziv. Për rastet foli drejtoresha e klinikës Vera Berisha Andrejaj. Deri më tani gjithsejt janë të konfirmuara 8 raste. Në klinikën infektive janë trajtuar që të gjithë. Natyrisht me fillim kanë mujtë mos më ardhë drejt në klinikën infektive, për shkak se nga mjekët familjar ose pediatrat e ndryshëm janë drejtuar në pediatri, por pastaj të njëjtit në konsultim me infektologun janë spitalizuar në klinikën infektive. Tutje drejtoresha bëri të ditur se pacientët kanë qenë në gjendje të rëndë. Rastet të cilat i kemi pas të spitalizuara kanë qenë forma të moderuara të rënda, ndërsa një prej tyre ka fituar dhe komplikime shumë të rënda, duke kërkuar ndihmë dhe kujdes në mjekimin intenziv. Që ka rënë numri i fëmijëve që po vaksinohen kundër morbillës, siç njihet ndryshe fruthi, e tha dhe specialisti i mjekësisë familjare Rushit Ismaili. Për fakt të keq, kemi pasur një rënje të numrit të personave që i kanë vaksinuar fëmijët e tyre kundër fruthit, edhe ka pasur raste që janë raportuar raste të fruthit aktiv. Kjo për shkak të shkaqeve të ndryshme, ndoshta edhe për shkak të informimit të mjaftueshëm ose për shkak të dezinformimit që ka ndodhur. Ismaili tregoi se vazhdimisht po bëjnë thirrje prindërve të imunizojnë të vëzhgjit kundër kësaj sëmundje. Bëj thirrje që ta marrin këtë vaksinë. Ajlesëria që është bërë gjoja me autizmin është dëshmuar që është jo e saktë dhe është mirë që të bazohen në fakte shkencore. E nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në një përgjigje me shkrim për Dugagjinin tregua numrin e fëmijëve që su vaksinuan kundër këtij infeksioni. Në vitin 2025, mbulueshmëria me vaksinën MMR, froth, shytat dhe rubell është 82%, që konsiderohet më e ulët se niveli i rekomanduar në 15% për mbrojtje kolektive të popullatës. Doza e parë jepet në moshën 12 muajshe, doza e dytë jepet sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit para fillimit të shkollës, 5 deri 6 vjeç. Ndërkohë qendrat e vaksinimit po telefonojnë vazhdimisht prindërit që t'i sjellin fëmijët për imunizim kundër fruthit.